Parashikimi ditor 9 dhjetor. Energjia që nuk fal dhe vendimet që s'duhen shtyrë. Në 9 dhjetor energjia nuk të lë as të fshihesh, as të shtysh. Sot universi e nxjerr në sipërfaqe pikërisht atë gjë që ke shmangur, një vendim, një ndjenjë, një e vërtetë që nuk pret më. Mund të ndjesh presion, tension, ose atë ndjesinë e brendshme që të thotë mjaft. Mos e injoro. Kjo ditë është pastrim, qartësim dhe lëvizje. Kush reagon, fiton terren. Kush heziton, humbet mundësinë. Dhe nëse kjo video të doli sot është për ty sepse universi nuk gabon me kohën. Dashi, dita nis me një nxitje që s'duhet injoruar. Një situatë që duke e vogël zbulohet si e rëndësishme dhe kërkon përgjigje të menjëhershme. Në punë, dikush do të testoj durimin tënd, por mos u shpërqendro. Nëse reagon me ego, e humb pozicionin që ke ndërtuar. Emocionalisht, vjen një përballje që të detyron të pranosh një të vërtetë që s'ke dashur ta shohësh. Nuk është humbje, është qartësim. Në marrëdhënie, kërkohet një vendim që s'duhet shtyrë. Nëse dikush largohet, mos e ndal. Nëse dikush afrohet, dëgjoje. Financiarisht, një shpenzim i papritur të kujton se duhet të kontrollosh ritmin. Intuita është e fortë sot, përdore. Mos prit ditë më të qetë. Ky është momenti ku veprimi të jep avantazh. Demi, një tension i brendshëm të shtyn drejt ndryshimit, edhe pse se ke me qejf. Në punë, detajet që ke anashkaluar rikthehen dhe kërkojnë korrigjim të menjëhershëm. Sot nuk funksionon rituali yt i zakonshëm, duhet fleksibilitet. Emocionalisht, vjen një sinjal i qartë nga dikush që e ke marrë si të sigurt. Mos e shpërfill. Në marrëdhënie, heshtja e dikujt flet më shumë se çdo fjali. Lexoje. Financiarisht, trego kujdes me vendimet impulsive, një ofertë nuk është aq e mirë sa duket. Energjikisht, trupi të kërkon shkputje, por mendja të shtyn të vazhdosh. Balancoj. Nëse pasditja sjell nervozizëm, mos e mbys. Analizoje. Kjo ditë është pasqyrë, tregon saktësisht ku je bllokuar. Nëse e pranon, hapet një mundësi e re. Binjakët. Vëmendja shpërndahet lehtë sot, por kjo nuk është dobësi, është paralajmërim. Në punë, një informacion i ri ndryshon ritmin e ditës dhe kërkon përshtatje të shpejtë. Komunikimi është arma jote, ndaj përdore me qartësi, jo me ngull. Në marrëdhënie, dikush të lexon më shumë se çdo të pranosh. Nëse ke qenë i paqartë, sot të kapin në befasi. Emocionalisht, vjen një energji që të shtyn të vendosësh kufi me ata që shfrytëzojnë durimin tënd. Financiarisht, një ide që ke hedhur poshtë mund të ketë vlerë, riktheje në fokus. Në mbrëmje, një bisedë e thellë mund të ndryshojë diçka brenda teje. Mos u shmang. Kjo ditë të kërkon të jesh i sinqert me veten dhe të tjerët. Asgjë më pak nuk funksionon sot. Gaforja. Dita të sjell një val emocionesh që s'mund t'i shtysh më poshtë. Në punë, një situatë gri bëhet e qartë dhe të kërkon reagim të menjëhershëm. Mos u fshe pas delikatesës, sot duhet pozicion. Në marrëdhënie, dikush kërkon përgjigje të drejtë për drejtë. Jepi. Nëse je lodhur duke mbajtur gjithçka vetë, thuaj e hapur. Financiarisht, trego kujdes me premtimet e të tjerëve. Sot ndjen kur dikush s'është i sinqert. Intuita funksionon si radar, përdore pa hezitim. Në mbrëmje, një moment reflektimi të sjell qartësi për një vendim që se ke marrë prej ditësh. Mos u kap pas së shkuarës. Sot universi të jep mundësinë të lirosh diçka që nuk ka më vend tek ty. Luani. Një sfidë e vogël sot ka qëllim të madh, të tregoj ku ke humbur fokusin. Në punë, një person kërkon rolin që ti mendon se e ke të garantuar. Mos u nervozo, vepro me strategji. Sot fitohet me qetësi, jo me intensitet. Emocionalisht, një ndjenjë e vjetër shpërthen në sipërfaqe dhe kërkon ta shohësh drejt.
Në marrëdhënie, dikush teston durimin tënd, mos i përgjigju me krenari, por me qartësi. Financiarisht, një ide ka potencial, por do disiplinë. Energjikisht, mund të ndjesh lodhje të papritur, sinjali i trupit që kërkon ristrukturim. Kjo ditë mund të jetë kthesë e vogël, por e rëndësishme nëse e kupton saktë mesazhin e saj. Dëgjoj që thot energjia, jo që thot egoja. Virgjëresha. Sot unë ndjej qartë që analiza jote e tepërt do të përplaset me realitetin. Në punë, një problem që të ka shqetësuar del më në fund në sipërfaqe dhe të detyron ta zgjidhësh. Mos kërko perfeksion, kërko përfundim. Në marrëdhënie, dikush ndjen distancën tënde emocionale dhe sot e thot hapur. Mos e moho. Përballet. Financiarisht, trego kujdes me shpenzimet e vogla, sepse bashkë bëjnë peshë. Energjikisht, trupi të paralajmëron për lodhje mendore. Merr frymë. Sot është dita kur duhet t'i japësh vetes hapësirë për të thënë një të vërtetë që ke heshtur. Nëse e bën këtë, dinamika jote me të tjerët ndryshon ndjeshëm. Nuk është ditë e lehtë, është ditë që pastron. Peshorja. Një lëkundje e balancës së brendshme do të detyrojë të marrësh një vendim që ke shtyrë. Në punë, dikush kërkon më shumë nga ti se ç'ke dhënë, por kjo nuk është padrejtësi, është reflektim i potencialit tënd. Në marrëdhënie, mungesa e komunikimit kthehet në tension. Zgjidhe sot. Mos lër asgjë pezull. Financiarisht, një mundësi kërkon qartësi absolute. Nëse heziton, humbet. Emocionalisht, peshorja e ka prirjen të mbytet në mendime, por sot kërkohet një hap i prerë. Energjikisht, dita sjell qartësi në një raport ku je ndier i paqartë. Kjo nuk është ditë neutrale, është ditë vendimesh që vendosin ritmin e ditëve që vinë. Akrepi. Një e vërtet del papritur dhe s'të lë hapësirë për interpretime. Në punë, dikush tregon fytyrën e vet reale. Mos e arsyeto. Lexoje. Sot kupton saktësisht kush është me ty e kush jo. Në marrëdhënie, një tension i pashprehur shpërthen në mënyrë të papritur. Reago me qetësi, jo me ekstrem. Financiarisht, një gabim i vogël në llogaritje të kërkon vëmendje. Emocionalisht, energjia të bie thellë, aty ku kupton qartë çfarë duhet prerë. Nuk është ditë e lehtë, por është ditë çlirimi. Kjo është një nga ato ditë ku universi nuk të lë të rrish në vend. Duhet të lëvizësh, ndryshe realiteti të shtyn vet. Dëgjo sinjalet. Janë të sakta. Shigjetari. Një valë e fortë motivimi vjen sot, por bashkë me të vjen edhe një sfidë që të vendos në provë. Në punë, dikush kërkon saktësi, jo ide të mëdha. Jep rezultat, jo teori. Në marrëdhënie, një person kërkon më shumë stabilitet nga ti jep përgjigje të qartë. Financiarisht, një mundësi e shpejtë është e vlefshme vetëm nëse e analizon me kujdes. Energjikisht, shigjetari mund të ketë shpërthime kreativiteti, shkruaj, mos i lë në ajër. Në mbrëmje, mund të marrësh një lajm që ndryshon diçka në ditët e ardhshme. Sot është ditë që të shtyn të zgjedhësh, vazhdon me ritmin e vjetër apo hap një drejtim të ri. Bricjapi. Dita sot vjen me përgjegjësi që nuk i shmang dot. Në punë, dikush kërkon të provojë nëse je aq i aftë sa thua. Jep rezultatin, jo justifikimin. Në marrëdhënie, një tension i vogël zbulon një pasiguri të fshehur. Mos e mbys. Përballet. Financiarisht, vendimet e mëdha duhen shtyrë, por të voglat kërkojnë vëmendje. Energjikisht, mund të ndjesh një ngarkesë që se kupton dot, por është sinjal që duhet të ndryshosh ritmin. Kjo ditë kërkon përgjegjësi, por edhe zgjuarsi, mos i bëj të gjitha vetë. Kërkon ndihmë kur duhet. Nëse e menaxhon qartë energjinë, dita të jep progres real. Ujori. Idetë sot vinë rrëmbyeshëm dhe disa prej tyre janë të vlefshme, por duhet t'i organizosh. Në punë, një kërkesë e papritur të detyron të jesh praktik. Mos kërko të jesh perfekt, kërko të jesh efikas.
Në marrëdhënie, dikush flet hapur dhe kjo mund të lë pa fjalë. Dëgjo para se të reagosh. Financiarisht, trego kujdes me online purchases ose projekte që duken shpejt e lehtë. Energjikisht, dita të çon drejt një refuzimi të butë që në fakt është mbrojtje universi. Pranoje. Në mbrëmje, mund të shfaqet një ide që vlen për afat të gjallë. Mos e nënvlerëso, është më e madhe se duket. Peshqit, një ndjesi e brendshme të tërheq drejt introspeksionit. Në punë, diçka që nuk funksionon prej kohësh bëhet shumë e dukshme sot. Mos e shpërfill. Është shenjë. Në marrëdhënie, dikush kërkon sqarim dhe nuk pret. Jep të vërtetën, jo versionin e butë. Financiarisht, mos u josh nga ëndrat e mëdha, sot kërkohet pragmatizëm. Energjikisht, mund të vinë emocione që nuk i kupton plotësisht. Pranoi pa i luftuar. Nëse meditimi ose qetësia të therasin, përgjigju. Në mbrëmje, ndodh një moment qartësie që të tregon drejtimin e javës që vjen. Sot është ditë ku ndjesit flasin më shumë se fjalët. Nëse e ndjeve energjinë e kësaj dite, atëherë ke marrë sinjalin që duhej. Mos kërko shenja të tjera. Universi foli. Tani je ti ai që duhet të lëviz. Nëse do ta përqafoj këtë energji dhe je gati të marrësh vendimin që ke shtyr, shkruaj poshtë. Eci me ritmin e universit. Ky është konfirmimi yt. Dhe po, nga ky moment, çdo hap i yti vlerësohet.